Kur e shohim se kjo mund të jetë pjellja ose korniza, nuk ka marrë disa korniza të gatshme, duhet ta shohim tek pjellja, se çfarë pjelli bën ajo mbretëresha që ti thu nuk është e mirë. Se unë si t'ua them, unë i kuptoj kështu, se nëse një mbretëresha është e mirë, ajo bën pak pjellje, mbase bën pak pjellje sepse ka pak koloni. Ajo sa më të vogël ta ketë koloninë, aq më pak pjellje do bëjë. Kjo është mbase normale dhe është nuk bën dot më shumë ajo se sa ta ushtria që ka. Por në moment që e shoh që tek kornizat e shoh pjellin e mbretëreshës, nëse ajo mbretëresha bën pak, bën një rreth vogël, por e bën të ngjeshur, e bën rrumbullak, e bën top, me një fjalë, e bën të sakt. Unë atë e quaj se është mbretëreshe e mirë, edhe atë e ndihmoj si me mizë, ose me pjellje të vulosur që është gati për të dalë, ndihmoj 1, 2, 3 dhe e shoh se si do arrije. Nëse ajo vazhdon, pastaj shpërthen me pjellje, është super mirë dhe gjitha këto raste që po a them që i kanë bërë pjellje rrumbullak, e kanë bërë super të mirë, jo me vrima një pjellje këtu, një këtu si i bëjnë disa, këto lloj mbretëreshës nuk i mbaj heq. Ndërsa këto që bëjnë një pjellje të mirë dhe pse të vogël, këto nuk i heq asnjëherë. Këto i ndihmoj edhe kam marrë rezultate shumë të mira nga këto lloj mbretëreshash, kështu që duhet me studiu se cilën ja vlen ta mbash dhe cilën jo thjesht hiqe sepse nuk u zhvillu. Unë mendoj se e meriton një mundësi të dytë çdo mbretëresh, paktën sipas mënyrës time, sipas mendimit tim, unë kështu veproj dhe i ndihmoj. Por në disa studime janë bërë që e kanë bërë edhe unë e kam provu këtë mënyrën, po ti marrësh tek 2 koloni